sa i përket takimit me presidenten, padyshim që ne jemi në komunikim, edhe jemi takuar, por ta keni parasysh që ai do të jetë hapi i katërt. Ne pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe trajtimit të gjitha ankesave të mundshme, kemi nevojë për 3 hapa paraprak. I pari është konstituimi i kuvendit, i cili nënkupton zgjedhjen e kryetarës apo kryetarit dhe të 5 nënkretarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe na duhet që menjëherë të fillojmë me vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I kemi 3 marrëveshje me Bankën Botërore, edhe kemi planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është në shumën e gjithë mbashme për 882.6 milion euro, ku rreth 30% janë grante, ndërka që 70% janë kredi, e unë besoj që në raport me opozitën, tek marrëveshjet ndërkombëtare, po te konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, do ta shohim se apo ja fillojmë një kapitull të ri, i cili dallon prej atij vitit 2025 që përsa e kaluam. Pra neve na duhet në kuvend ta shohim se a ka atmosferë për një raport të ri qeveri-opozit. Unë nuk mund ta them këtë paraprakisht, por padyshim që muaji i shkurt, i cili siç e dini nisën këtë fundjavë, është muaji i cili do të na tregojë neve se a do të mund të hapim një kapitull të ri të raporteve tona. Ne populli na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, që është përgjegjësi e lartë për neve. Për formimin e qeverisë nuk do të kemi asnjë problem, por për 2/3 e votave, kur nevojiten në kuvend, prej marrëveshjeve ndërkombëtare e deri te rizgjedhja e presidentes apo zgjedhja e presidentit, ne kemi nevojë për bashkëpunim me opozitën, por nga ana jon, gatishmëria dhe interesimi ekziston. Në muajin shkurt do ta shohim se a ka gatishmëri e interesim edhe nga opozita. Ne kemi filluar së pari me pjesëmarrjen tonë në forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gaza, dhe aty unë e di që Kosova është përfaqësuar në konferencën në Doha në Katar nga general lejtnant komandanti i FSK-s Bashkim Jashari. Pra ne kemi shprehur si Republikë e Kosovës gatishmërinë tonë që të marrim pjesë në këtë forcën stabilizuese ndërkombëtare, ku natyrisht që FSK-ja është e mirënjohur tashmë për kërkim shpëtim dhe për deminim, por jo vetëm. Me qenë se do të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare, ne kemi qenë të interesuar që natyrisht të marrim pjesë edhe në organet vendimarrëse politike për atë forcë stabilizuese ndërkombëtare. Tash procesi do të ecë më tutje. Unë jam kryeministër në detyrë, nuk jam ende në mandatin tim të tretë, por kudo që ka nevojë për paqen në botë, ne dëshirojmë që të kontribuojmë, sepse kemi qenë përfitues të paqes në vendin tonë nëpërmjet forcave ndërkombëtare, andaj tash duam që të marrim pjesë me forcat tona dhe kapacitetet tona edhe në paqet në vende të ndryshme në botë. Sa i përket Gazas, ju e dini që ne i kemi ndarë gjysmë milioni euro si qeveri, dhe ky është një proces që do të vazhdojë edhe në vijim.